Mirëmëngjesi të gjithëve. Tani, prajmi mbrëmshëm nisi pak sikletshëm me lajmin që ju dha Xhibanit dhe pastaj vazhdoi në një farë mënyrë prapë sikletshëm dhe ka ndodhur shumë gjëra dje të cilat do t'i komentojmë sot patjetër. Por si fillim doja t'i uroja babait Xhibanit shërim të shpejtë dhe më vjen shumë keq që ky Big Brother për Xhibanin nuk shkoi mbar ashtu siç duhet, po me grafik të tmerrshëm, me hyrje dalje dhe nejse, nuk që është thënë, nuk që është shkruar. Tani, për këtë rast, unë kam dëgjuar dhe kam lexuar dhe kam parë shumë video, komente e kështu me radhë. Jo doli nga dera, jo i tha atij mos është rren më nxjerr nga loja, jo andej, jo produksioni e nxorri sepse s'po mbaj dot më brenda, prandaj pra nuk kuptohet që e kanë gënjur për shëndetin e teatrit. E para herë nuk e kanë gënjur sepse pak orë pasi ka dalë nga shtëpia Big Brother, dje kam folur vetë me Xhibanin dhe e pyeta edhe për babain, është në gjendje stabilizuar, por që duhet shkoj pranë tij sepse edhe ai vetë ka kërkuar që Xhibani të jetë afër tij. Një kjo. E dyta, nuk bëhet shaka me këto gjëra më miq. Leni këto komente cinike, ignorante që domethënë vën pikpyetje shëndetin për një lojë. Nuk ndodh kjo gjë. Nuk ndodh më se e keni bër Big Brotherin një makineri njerëzore që nuk pyet fare për jo, nuk është e vërtetë. Nuk bëhet lojra me shëndetin e familjarëve, me shëndetin tënd dhe nuk mund të rish ti atje me zor nëse ti ke një hall të madh familjar dhe e ke edhe në kontratë bile, do të sipas kontratës ti duhet lajmërohesh dhe ai u lajmërua dhe ai vendosi që të dilte. Kështu që lërini këto komente cinike, po bëhuni njerëz një herë në radhë parë dhe vazhdoni shikoni Big Brother. Tani Ky ishte mendimi im për atë që kam lexuar. Edhe herë thash, më vjen keq për Xhibanin, e kam thënë është një ngjyrë ndryshe e shtëpisë dhe normalisht do t'i mungoj shtëpisë prap, por që shëndeti është mbi të gjitha, edhe mi uroj të shkura babait tij.